LDK e nisma bashkë në zgjedhje, kjo është spekulimi që po vlon këto ditë. Ende nuk ka kur gjo zyrtare e me gjas as nuk është diskutu kjo tim hala në kryesin e LDK-s. Si të qoftë, aja që ka u vrejt është një parafrim mes Lumir Abdixhikut dhe Fatmir Limajt në kohët e fundit. Në fakt, atmosfera edhe personale mes Abdixhikut e Limajt ka qenë mirë. Jeta kemi shkëlqyshëm me një me shkëlqyshëm, ato Limaj. Abdixhiku e Limaj janë dy politikanë me shumë cilësit përbashkëta dorë në zemër. E para, dytë janë figura jo konfliktuoze, dytë ftojnë në unitet, në ullje të gjakrave. Janë figura që nuk ndërtojnë mure mes njëri tjetrit, por punojnë me ndërtu ura përbashkuese. E dyta, ka dhe një sens matematikur në këtë meselje. Ky koalicion edhe nga një aspekt pragmatik është i natyrshëm. LDK-ja ka shënu rritje të konsiderueshme në zgjedhjet e fundit nacionale, e mbajti Prishtinën në zgjedhjet lokale, duke shndërru Prishtinën tashmë de facto në kryeqytet opozitar. Edhe nisma ka performu mirë zgjedhjet lokale. Bashkimi i LDK-s e nismës mund të ndihmojë në fuqizimin e opozitës. Madje besoj që koalicioni LDK e nisma e kishte bërë dallimin në këtë zgjedhje. Duhet me u tregu pragmatist, që me rrit votën e tyre si koalicion. Pa LDK Limaj s'mundet me kalu pragun. Me nismën, LDK-ja e zgjeron potencialin e rritjes. E treta, Limaj nuk është ndonjë figurë anatemuar nga elektorati i LDK-s. Në secilën paraqitje, Limaj ka pasur gjithmonë mirënjohje për Ibrahim Rrugovën, një farë admirimi. Madje më kujtohet një reagim emocional i tij kur ishte pyetur nëse Rrugova ishte tradhtar. A ka qenë tradhtar Ibrahim Rrugova? Nga e perspektivë. Le këto pyetje s'bën me mos. Le këtë e kare. Duke marrë në koalicion nismën e Limajt, Abdixhiku tregon që është lider përbashkues e jo përqarës. Sikur të ishte në këpucët e Abdixhikut e Limajt, sot, ama bashkë sot, menjëherë, e kisha nënshkruar këtë koalicion.